Dje në ora 21:55 në rrugën Marshall Tito në Tetov, zyrtarët policor nga SPB Tetov e kanë privuar nga liria një 45 vjeçar nga Turqia pas një denoncimi paraprak se kishte prishur rendin dhe qetësinë publike me sjellje agresive. Ai është mbajtur në ambientet e SPB Tetov, ndërsa gjatë masave të ndërmarra dhe kontrolleve të kryera është konstatuar se ishte në ndikimin e alkoolit. Përkatësisht janë matur 2.44 promil alkool në gjak. Dje në SPB Tetov një 47 vjeçar nga fshati Zhelin ka raportuar se gjatë ditës në Struk e ka gjetur vajzën e tij 17 vjeçare, për të cilën më 24 gusht 2026 kishte raportuar se ishte larguar nga shtëpia. Dje në orën 16:30 në rrugën rajonale Tetov, fshati Vollkovi, zyrtar policor të SPB Tetov e kanë privuar nga liria një të mitur 17 vjeçar nga fshati Çellopek. Gjatë kontrollit të komunikacionit rrugor, policia ka ndaluar një automjet të tipit Smart me targa të Tetovës, të cilin e drejtonte i mituri. Pas masave dhe kontrolleve të kryera, është konstatuar se ai e drejtonte automjetin pa patent shoferi. Dje në ora 17:50 në bulevardin Marshall Tito në Tetov, zyrtarët policor të njësisë për sigurinë e komunikacionit rrugor e kanë privuar nga liria një 19 vjeçar nga fshati Merov. Gjatë kontrollit të komunikacionit, policia ka ndaluar një traktor të cilin e drejtonte dhe pas masave e kontrolleve të kryera është konstatuar se e drejtonte pa poseduar patent shoferi. Dje në ora 9:50 në SPB Tetov është raportuar se në rrugën rajonale Tetov fshati Pirok, Tetov, ka ndodhur një aksident trafiku mes një automjeti të tipit Volkswagen Up me targa të Tetovës, të drejtuar nga një 23 vjeçar nga fshati Pirok dhe një traktori me targa të Tetovës i drejtuar nga një 54 vjeçar po ashtu nga fshati Pirok. Në aksident, drejtuesi i traktorit ka pësuar lëndime të rënda trupore, ndërsa drejtuesi i automjetit Volkswagen dhe bashkëudhtari i tij, 28 vjeçar nga fshati Pirok, kanë pësuar lëndime trupore, të cilat janë konstatuar në Spitalin Klinik të Tetovës. Gjatë kryerjes së aktiviteteve zyrtare, dje në orën 21:30 zyrtarët policor të njësisë policore Gostivar e kanë privuar nga liria një 36 vjeçar nga fshati Bellovisht, Gostivar. Gjatë kryerjes së aktiviteteve zyrtare në rrugën rajonale nga fshati Llakavic drejt fshatit Bellovisht, policia e ka vërejtur atë në një automjet të parkuar të tipit Volkswagen Golf me targa austriake, duke konsumuar marijuan. Dje në orën 19:30 zyrtarët policor të njësisë policore Rostush e kanë privuar nga liria një 61 vjeçar nga një fshat në komunën e Mavrovës dhe Rostushës, pas një denoncimi paraprak se në shtëpinë familjare kishte mbyllur bashkëshorten e tij 49 vjeçare, e kishte sulmuar fizikisht dhe e kishte kërcënuar. Rreth orës 19:30 zyrtarët policore kanë liruar gruan, ndërsa ai është arrestuar dhe mbajtur në stacionin policor. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të ngrihet kallëzim përkatës.